Vazhdojmë me idetë se si të përgatisim një iftar dhe kësaj radhe unë thira kushërinë të burrit dhe me të vërtetë shijuam shumë. Çdo gjë kishte dalë shishme dhe ato më pyetën se si i kisha përgatitur këtë receta dhe ja ku është video. Përgatita musaka me patate, patlıcan kungu, mish të grirë dhe beshamel përsipër. Patatet i preva rrethore dhe i dhash një faqe në furrë, më pas patlıcanin e preva në këtë formë dhe e skuqa. Shtresa e parë është me patate, shtresa e dytë patlıcan dhe kungull dhe më pas mishin e grirë. Beshamelin din të gjitha përgatitur. Për kësaj recete i shtova dhe 2 të verdha vezës sepse me të vërtet jep një shije të veçantë dhe ngjyrë më të artë beshamelit. Përgatita një sallatë me çfarë mund ndodhte në frigorifer. Më pas vendosa të bëj dhe recetën e mantijave që nuk i kisha përgatitur kur më parë, por është disa receta dhe më dukën shumë interesante. Unë i përgatita me djathë, që me mish të grirë kishim musaka. Mbushin e bëra me djathë të bardhë, me gjizën ricota dhe me pana. Për masat për këtë recetë do t'i lënë në përshkrim poshtë. Unë i vendosa të gjithë petë një nga një dhe i lyeva me gjalpë vaj dhe më pas i hapa në një petë të madhe dhe i preva në këtë formë 4x4 dhe i vendosa mbushjen që përgatitëm më përpara dhe i mbylla në këtë formë që mbushja e djathit mos na dali duke i formuar toplla të vogla. Supën e ditës së sotme e përgatita me patate, karrotë dhe kërpull, një kubik nga ato të pulës dhe pana në fund për më shumë shije. Në fund për të ëmbëlsuar shijuam këtë cheesecake-un me pistakjo me pjekje që e bëra një natë më përpara. Si ju duk iftari sotëm? Komentoni më poshtë.